Ligji i propozuar për mbrojtje nga duanpirja, i përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë, i cili parashen ndalim të duanpirjes në hapësira të mbyllura publike dhe të punës, ka shkaktuar reagime të ndara në opinion. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, përmes një komunikate, theksoi se ky ligj është në përputhje me standardet evropiane dhe rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë me qëllim mbrojtjen e qytetarëve. Duanpirja është zgjedhje personale e qytetarit, por hapësira e përbashkët e mbyllur që përdoret nga i gjithë kolektivi nuk guxon të jetë vend ku zgjedhja e individëve shndërrohet në rrezik për shëndetin e të tjerëve. Ligji i propozuar për mbrojtje nga duanpirja nuk rregullon nëse dikush do të pijë duhan apo jo, por vetëm përcakton qartë se ku nuk lejohet kjo me qëllim mbrojtjen e shëndetit të gjithë personave të pranishëm. Sa i përket objekteve hoteliero-gastronomike dhe ndikimit të ligjit në punën e tyre, Aliu vlerëson se ai nuk do të ketë ndonjë ndikim negativ. Përvojat nga vendet evropiane që tashmë kanë zbatuar zgjidhje të tilla ligjore si Irlanda, Mbretëria e Bashkuar dhe shumë të tjera, tregojnë se këto masa nuk përbëjnë goditje për gastronominë dhe të ardhurat e saj, por një tranzicion drejt një ambienti më të rregulluar, më cilësor dhe më të parashikueshëm në objektet hoteliero-gastronomike. Qytetarët kanë mendime të ndara, një pjesë e tyre e mbështesin ligjin, ndërsa të tjerë janë kundër dhe mendojnë se ai është i padrejtë ndaj duanpirësve. Ako vleze negdje u neki restoran da pije kafe ili što, pa mora da zapali cigara. Znači, nedozvoljeno. I na autobus što čekaš ne smeš da zapališ cigara. Nadvor da si ne smeš. Pa i doma da dojde da te sudi barem, da te zapališ i doma. Ko nekoga smeta, neka vleze unutra, ima terasa kaj da se puši. Сега за jedan, dvojica što ne pušat, drugите pušači ne treba da pušat. To ne čini така. Закон не е тоа закон. Дека треба да постои, затоа што ние наштетуваме на непушачите. Значи сите, еве, кафичи, јас знам дека сите сакаме со кафе цигара, еве, јас сум пушач. Ама, па многу штетиме на тие непушачите. Мислам дека е добар. Види што е. Ова е едно од најлошите нешта. Никаде го нема во свет ова. Сум бил во неколку држави, ова не може да биде вака. Drejtori i Fondit të Shëndetësisë Sashok Lekovski paralajmëroi gjithashtu se pirja e duhanit do të ndalohet edhe në automjete private nëse në to ka fëmijë. Gjobat për mos respektimin e ligjit janë nga 100 deri në 300 euro për qytetarët dhe 5.000 euro për kompanitë.